Aeroporti ndërkombëtar i Rinasit po përballon deri në 56.000 udhëtar në ditë gjatë fluksit të lartë të lëvizjeve. Për shkak të sezonit turistik, bën të ditur autoritetet gjatë një inspektimi që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, u bëri masave të marra. Trajtohen dhe përpunohen në ditë 50.000 pasagjerë. I shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, kryepolici pa nga afër punën që bëhet për të garantuar njëkohësisht lëvizjen e shpejtë të qytetarëve dhe turistëve, si dhe standardeve të larta të sigurisë. Jemi të përkushtuar për të ofruar siguri dhe ndihmë për të gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë. Të gjitha shërbimet e policisë kufitare kanë kaluar në regjim shërbimi 12 orësh, duke rritur me rreth 20% praninë e punonjësve të policisë në aeroport. Gjithashtu, është ulur nga 16 në 12 vjeç mosha minimale për përdorimin e sistemit automatik të kontrollit e-gate. Për të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit. Paralelisht, është përditësuar sistemi Teams dhe janë riparuar ose zëvendësuar pajisjet e kontrollit kufitar, përfshirë kompjuterët, lexuesit e dokumenteve dhe pajisjet të tjera teknike. Fokusi kryesor është e lufta kundër trafikut të lëndëve narkotike, kontrabandës dhe migracionit të palishëm. Që përveç trafikimit të lëndëve narkotike, ne të godasim edhe kontrabandimin dhe migracionin e palishëm, ku ne kemi kontrole të dedikuara në avionët për të cilat fluturim rezultojnë me risk. Drejtori i doganave, Besmir Beja, vlerësoi bashkëpunimin me policinë e shtetit dhe tha se të dy institucionet janë të angazhuara 24 orë në 24 për përballimin e fluksit të sezonit turistik.